Do prokuroria kërkonte arrest me burg. Të gjithë. Derisa thoshte të bëhet mirë i aksidentuari. Rrip në burg, derisa aksidentuari të bëhet në mirë. Edhe nëse ekspertiza profesionale... Ishte pa fajti, mbyllë shëtimi ishte pa fajt fare. Ekspertiza kërkon kohë dhe edhe bën sens që mund të... Si? Edhe bën sens në pritje të ekspertimit, mund të bëjë sens si Sepse logjik. pritet aksi ekspertimit, Një pyetje kam. kopja e gjakrave, sepse në momentin e parë do një Si do rastisesh, si do rastisesh. Kur ti ke qëndruar aty ke prit policin, njëfto policin si do Jo gjithmonë është mjaftueshme vetëm qëllimi i ratisjes për të vendosur masë. Paragraf. Ka dhe një problem tjetër. Të them diçka të vogël. Lidhe me vetëm një arsye në konveshtrimin tim mund të ketë një logjik me vërtet të drejtë, riinterpretimi i vendimit unifikues numër 7 të vitit 2011, që ka të bëjë jo vetëm me një element, për shkak se në vendimin e asokoshëm përcaktoi që gjykata në dhënien e një mase sigurimi nuk ka detyrimin që të analizojë ose të argumentojë se pse masat e tjera janë të papërshtatshme. Që në konveshtrimin tim dhe gjithë tonë si jurista është një qasje shumë e gabuar dhe shumë e paplot. Për shkak se përsa ko vendimi unifikues thoshte që ti mund të vendosësh arrest në burg apo arrest në shtëpi, apo çfarë do lloj mase tjetër, por ti s'ke detyrimin që të argumentosh që thoshte që ti nuk e ke detyrimin që të argumentosh se pse masa tjetër si detyrimi paraqitjes apo nuk është e përshtatshme.